Të pushtuar nga natyra dhe koha. Të harruar dhe demoluar nga njeriu ndër vite. Dikur kjo pjesë vlonte nga gjallëria e njerëzve që pushonin nga e gjithë Kosova, e besa edhe ish Jugoslavia. Sot nuk ka njerëz, por vetëm cicërimat të zogjve që i mbetën besnik kësaj pjese. Jemi në Deçan, tek 2 godina, një hotel që kishte funksionuar për dekada të tëra dhe një tjetër që asnjëherë nuk priti asnjë musafir. Ati i kthehemi më vonë. Tash e disa vite, kjo pjesë dhe 24 hektar ju dhanë manastirit të Deçanit. Duke mos pasur mundësi që të investohet as edhe një cent. Nga një barak druri në vitin 1964, ai u shndrua në një hotel. Pamja e dikurshme është kjo, ndërsa sot e ka kapluar bimësia. Po i kthehen hotelit, ku këta të moshuar e dikur djem të ri kishin punuar. Sot jam plot emocione. Me 1966 në lëshun punë. Si hotel direkt, a? Hotel, po. Për para se me anish, më lëshukin punë, ka qenë që bajrak që aty. Në të rasa e kanë pasi po kashi ase musafir shumë, atëre o me nevoja Më maru kjo objekti këtu. Edhe prej 66-ës ka shërby si hotel. Si hotel ka shërby deri 91-ën si në përzumë. Pas masave të dhunshme, në vitin 1991, hoteli fillon e mbushur me të ardhur nga lufta e Kroacisë dhe Bosnjës, ndërsa punëtorët shqiptar ngadalë largohen nga puna. A ka pos shëhret këtë? Ka pos shëhret gjithë shka, këtu po muzikë shke mujtë me najtë kur i herë. Jo, a? Ta në herët me muzikë. Muzikë të në kohën ka pos, a? Ta në kohën muzikë e dojre e piskam. Viti ri ku o prit. Viti ri si o prit, ku ma mirë në Kosovë nuk o prit se këtu. Këtë televizore ku në angazhum këtu. Këtu për para qujtë e emne në ka pasa televizor këtë Deçani. Po. Nërmarja, si këja ka një se pa mbarne, mas pak kohë, dikun gjatë të tjetën, o bashku me të hinë e pejës. Kanë punu bashkë dhe në gjatë të gjashtën, 76. 76 prapë në hinë nevojë e mi nda që i pa mbarën. Okej. Dhe kënë 91. Sa vjetë ki punu këtë? Unë e kom punu për 70 dhe 91. 21 vjetë për bjenë. A ki pas kujtimet mira? Bo, pasha vjetë. Që tashmë, kur i kom ato kujtime, nuk e mërë gjumë. S'merë gjumë? Nuk e mërë gjumë. Edhe po mërë gjëna për lokalit që shë pava. Po këta me okun fantazimi pa. Bukur. Sot është i braktisun, i lonën. Cili është fati i saj tash? Fati i saj na e mështyn gjithë me manastirin. Ta jashtja politika tash në kanë orë unë miki ata. Në ka marrë kisha. Të me thonë kjo hotel është i kishës tash? Nuk kemi qasë në më këtu. 24 hektarë. E ka marrë në gjëgjë. Gjëkaci një dhanë. Ta kjo është të tja kanë dhonë. E ka fitu si s'ka pas qasi për parë. Jo është ja po.
Ky kompleks dikur kishte edhe pushimoren e fëmijëve, e kompletuar me gjithë infrastrukturën e mundshme. Sot aty nuk kemi qasje, sepse është bazë e KFOR-it. Qëto janë peshin e këtë pjesën këtu, edhe atje, gjithë kjo hapsin këtu, hoteli ka pas edhe 20 villa të vogla një kache. Një e mbetur, dhe me thonë e fundit, që ka qenë 2 kache është në këtë pjesën e majtë këtu. Po këtu ka pas pushus gjatë gjithë kohës, 20 villa. Kjo është njëna prej villave, të thëtë komplet e shkatrume, veç kjo ka metën temela prej 20, sa janë rreth kënej, ka shërby për ma shumë persona, do të thëtë kur kanë ardhë klube ose diçka e tillë, janë ardhë këtu dhe në stacionu, 20-30 kreveta garant. Edhe muzika mbu edhe që po dijune këtu, ansambli ndryshme. Kujtime, nostalgji, keqardhje, pse ula kështu. Haxhi Qerem, qa ki punu këtu? Unë e kom punu në Shank. Shank? Po ta shpejtojnë Banak. Banak? Po. Ki shërby? Kom shërby ka e kur ka pas guzhëm të morë, ka pas mumi ku në barë. O kom punë e lezeshme këtu, qëtësi? Valaj... Apo ka o kom punë ko gjero? Beso, latë po të rëmë më shkuë. Latë? Shfar lezeti e kunë. Po ta është qa. Punëtor të rëkon të mirë, kur fjallë të keshë s'ka ndru në një veti. Edhe tonë shok kemi metë mas danit. Dërsesit ka ardhë të levanjeri këto e ki shërby? Vëllaj, tash me emna s'podive që më sapit kush pe Kosovë edhe pe jashtë së metë partë këtë banë. Edhe veç to me gjëzëve si s'ka pasë, se gjithë shka ka pasë. Kreti ka pasë? Ma, kreti ka pasë. Edhe na jemi konë të përzim, po për shpuna. Vjeket që ka ardhen që gjendis? Vëllaj, gjyna. Gjyna shumë. Shumë gjyna. Për pushim, vendi maj mirë ju konë qëtu, thëmë në Kosovë. Se në gjakaret Kosovën e që. O konë maj mirë se Brezovica, se gjithë konë. Qëtë citrima zëzve rralligje i një indika? Anë e me në i fishlimat e glajve në promja. Lojnë matë. Lojnë matë. Edhe ka pas net gata këtu? Vëllahi, ka pas net gata, veç ka pas edhe net shkurta. Po, mirë konë. Mirë konë. Tonë t'jem konë desi u përshpuna, kur u përshpuna u larguma të ra. Edhe përsi jonë që asë i shokë shtype në pasatit. Haxhi Qerem? Bolja e në kom po. Për e me, veç të regën poshtë zotin Mahmud Bakolli, qysh të lejmrejke që po vjerë? Pasha një zët, Shka thejke? o konë ardhë njëherë me pushkë, e me qizme, e me krejtet lëshunë policia së kur qatë. Me një ka ta? Ja. A miru ujtë? O dalu ka thunë, shka kene, pa i shok kryetarë, shkoni më burë, po, unë i marë me fiqë të keqe, o konë. O milatë, o pasha besën e Zotit më konë, kishe kajtë edhe stjecione. A veke Mahmuti shpesh të? Vallaj, bëllë shpesh është ardhë. Me muzikë? Me muzikë, e ka pa përësit i herë, s'ka mujtë mi marë me telefon, a dalë në kërë, e kanë thirë një muzikë pej përzenit. Kur është ardhë, kur shukon mrena se ka ngucë, edhe i qarëske. E kur shukon për jashtë, anë mu s'ka mujtë me i mrena. Në bëja atje poshtë. Edhe të natën? Veç, milat. A kun gjek? Njeri thjeshtë, veç mja kujtë bukën, mashallah i kohë që shajke, meze, buke. Pjedin për meze. Pedi. Qështu milat.
Po futemi brenda. Çka ka qenë kjo pjesë këtu ka që hapur? Kjo pjesa ka qenë këtu restorani, ati ka qenë terasa e restoranit, kati i dytë. Po pjesë ta mund fantazi tash. Me po me Me spektakulare. po krejt atje kur janë ardhur musafirët, ka qenë atje shërbimi sikur këtu, sikur atje. Ky restorani ka qenë këtu, bari poshtë përfundi, shkallë që për më hip atje. Ka pas infrastrukturë krejt, me tavolina, me karina, me krejt. Me krejt komplet të konë këtu. Ky u konë paragrondit. Po, veç, po du me ditë. Njerës kanë ardhur këtu bazat përditshme. Sa ka pas kapacitet që ky restoran? Që do i ka pas dikun një 50. 50 me terras një 60. Edhe plus jashtë. Ajo jashtë, ajo tjetër, kun e terasa, kun 200-300. Po, Po për qëtu i të më furnizu krejt? krejt kuzhina kun komplet, me plen, me drun, me nërym. Nena tash banake, po kun komplet i kompletum. Veç kur të shek kështu qysh doket? Do buka. Jo, kur të shek qëtash. Që tash, po më duhet, më dhe më keq, po më shkin me ka gjote. Më falë që po shojnë që ashtu. Për që që di, po. Vallaj, let jenë të qku. A? Let jenë të qku. Po nuk jam mjen peshive kështu, po edhe po, më shkojnë që nostalgji. 20 vjetë kom punu. Kush ka ardhur pej ftyrave? Për të kalzaj. Qëtu, kush ka ardhur me pije me hungër? Pe tyra ka ardhur pe matë madhe dhe matë bugdën. Hajde, kush u konë maj madhe? Jo si brëz titëm. Qëtu ardhur? Ostar qëtu, qëtë restoran, ostar me zitu kishën, ostar qëtu. Ostar të i prinje ma mut bakalle i Fadil Hoxha. Në atë kohë, nuk ka hi që aty kun ajo recepcioni, nuk ka hi pa ardhë Mahmuti mirë primi ishti në salë. Qëtu, e lasë këtë që kun këta i kuvendit ostar. Shkrimtarët e këtë Kosovës, jënë majtë kolonia shkrimtarë të tjera atëherë, o majtë qëtu me 5 gusht dhe me 15 gusht. Okej. Po, e konë kolonia të ne kjo qoqata e piktorëve, Po. edhe ajo konë qashtu me 5 dhe me 15 gusht. Kem pas futbolistat e Trepçës ma shumë ti. Edhe Prishtinës, edhe Trepçës, edhe gjithë. Trepçës, e kem pas vllaznimin, budisnoshi i pejtë, konë tash besa pëjtojnë. Atëherë në për të përmend, Liria, kombinati dohonit Kejtë e nga? Gilanit, i bishin musafir ka 10 ditë, punëtorët. Bravo. I bishin kombinati Okej. Suarex, a i ma shumë ti. Po edhe mjeki javë të këtojke. Trepçë atje, me Trepçën i kem pas punëtorët. A po shkojmë diku tjetër tash? Po ku dush. A gjë është recepcioni. Në recepcioni, po, kur më pranu mas parë punë qëtu. Ka pos gjallëni këtu të në kohën? Po jo kun gjallëni këtu, Fëmijë, mende s'kem prit më quë marë këtu më najtë. Me po, nuk i pas një minutë të pushim këtu, pe njerëzve. Qka em të e pa? Interieri me mermer fenomenal. Si mermeri kum pa edhe në grand. A është i njëjti? Mermeri i Deçanit, a? Mërmeri, kur marru qëtu kun i Deçanit. Pe këtu hit është kun shpit barë që ke mërmer. Në Amerikë. Thojnë që ka Thojnë. shku, po, që ashtu kanë thonë. Qa që kun mërmer i shkelqyshim. E krejt komplet, krejt kati u konë qështu, a? Kaj që të restoran. E qka kanë bo kështu, qka Pa i kanë thyre tash të këto, bishet që po. dora njerët qështu? Pa dora njerët, po pak ka hungar e korrizioni këtu tash. Po du me thonë korrizioni janë kje, po edhe këtu. Edhe kanë qenë radiatuar për në temi, api që i kanë hek, i kanë marë. I kanë marë ato. Qëre? Qëfar mermeri, a? Komplet kjo pjesë u konë me mermer kështu? Po, Fenomenal. po edhe shkallët atje ka kanë qenë, ka kanë qenë shkallët atje, ka qenë mërmeri.
Kjo dhomë të cilin po e shihni këtu, ka shërby si berbertore, a? Edhe hoteli ka pas edhe berbertorin gjatë gjithë kohës ka nejt edhe berberi i cili ka qenë musafirët këtu që kanë qenë. Kjo salla Për E televizor, televizionit, për a? musafir, po televizorin, më dash me pas musafir që kanë banu këtu, dash me pas televizorin, me këqyr televizorin në atë kohë. Më knaq. Po, Me kalu kohët mirë. Po, se ka pas pension këtu. Po, 7 ditë ka nejt. 70, që ka pëlqy. Pesha këtu, kjo konë, kjo Kjo pjesa konë, si lloj kamini, a? Si lloj kamini këtu, konë a i shpëreti me plinë se edhe u dhejtë ke veç për dekor se konë zemja qëndrore. Po, e ka pas në zemjën qëndrore, po. Po edhe atër kanë ditë mi bo pak për dekore. Pesha qëtë gurin. Guri është i njëjti, stili njëjti gurit të ndërtesës si këtu stacionet e trenit, a? Gjithë ka në për Kosovë. Këto nuk e di, këto ka kanar, këto ka marrue ajo e zgjadnja Beogradit e kanë punu këtë. Ka kanë marrë gurin. Momentalisht jena në katin e dytë të këtij hotelit, braktisën, a? Edhe kanë qenë diku rreth 20 dhoma si kjo, dyshe edhe treshe, ku kanë mujt me fjet ma shumë se 50 persona, besa edhe nëse kanë qenë edhe fëmijë të vegjël, kështu kanë mujt me shku numrin edhe deri në 100, e që kanë ardhur përpara ekskluzionit nuk i kanë bërë Shqipni, kanë bërë ndeqan. Njëzet e 6 vjetë mas luftës hine këtu. Me ju që tash për Apo herë. ki emocion. Po i pak po se kom punu në pak ma pak sa ta, 86 do të dhe 93 gati kom punu, po s'ku mujtë marrë se kanë bo shumë gjatë luftës kanë marrë, krejtë që kanë pas sene i kanë pa marrë ata, kur kanë ikë do të serbë, që kondi shka me vlerë, e që shkom digju se që tash mas, edhe tash po shijet që shë si kur gjovis, kanë me të kogër mallat e A vjetë gjuna? pa që shtë gjina. Kjo na duhet që cili me marë si kur pronë vetën. Unë edhe ku kom punu, jam konë edhe jashtë në Gjermanie, ku kom punu, në momente kom bo shpite e me dytën. Cila kom puna jote këtu? Në puna jeme, kër e marë në fillim, kom qenë elektrik, për mi mbajtje elektrike. O kom punë me qef këtu? Po konë me qef se edhe me konë të i pa disponum, në vend punës, kër vishe ti e shishe natyren, po edhe kër vishin klientat të kesh, të bu hajgare, disponojshin me zërë ty. Edhe me konë të i dishkaj nërkum, apo me familja, dikush rrugës me të bu, ata disponojshin, edhe natyra këtu. S'ke mujtë, vish me konë të qesh. Bartemi tek një ambient impozant. Masiv e impresiv. I rrethuar me pisha gjigante deçanase. Ky hotel ishte ndërtuar si nevojë zgjerimit të kapaciteteve hoteliere në kohën e njëjtë me atë të Hotel Pashtrikut në Gjakov. Madje edhe pamjen brutaliste e ka të përafërt me të. Por Pashtriku përfundoi, ndërsa ky u harrua.
Jemi në pjesën qendrore të vetë hotelit i cili ka fillu që që përmen në vitin 1984 mu ndërtu, nuk është ndërtu asë njëherë, po e shini infrastrukture masive, ka beton masiv, është i jashtëzakonshëm. Edhe sot e kësaj dite unë se di s'kom po, keni po ju, nej hotel tjetër, kështu, që s'keni po, shenë ke s'ke po të kështu. Të tretën do të jenë bo temelit ato, po kur u marrë këtu, po të një kanë lënë si masdore për shkak se o duftë këto peceki me dhonë komunja, me dhonë një nënshkrim që ka më pas perspektiv kë, edhe musafir më shku me humbi atëherë kërën konë se kanë dhonë atë nënshkrimin, edhe me të ky pak mas së ndërtu. Nuk ka garantu do të thotë si garancion konë komunja me marë. Edhe ata se kanë dhonë të një me jetë në ma mas pa këtu. Këtu e në ndërtu, unë një investi Sarajevës ka marrë, ako një zgradja 5 se ka ndërtu këto, kurse unë një investi Sarajevës se ka krye mirëmbajtjen elektrike. Krejt të konë rryma hime këtu, komplet. Krejt? Krejt kablat, krejt jenë konë të hime, krejt se kjo konë me fyshta, do të të kablat krejt. Sa dhoma jenë këto? Që ka pos prej infrastrukturës këto Ka planifikume? pos, po, dhoma pjetjes në helë, po konë poshtë sala filmit është, jenë konë këto me bowling, a? Bowling, jenë konë aty me lujt, bazeni gjysë olimpik është anënën, edhe kjo konë shumë, do të ka pas perspektiva, të mu pa ndërtu këtu. Kjo hotel ka mujtë me akomodu, ose të theme ashtu, dikurat 250 shtretër. Logaritni kjo këtu ka qenë njëna prej dhomave, do të ku ka qenë toaleti, edhe balkonin pjesën tjetër atje ku po ishin me në natyrë që është zakonshme në qetësi, citrim atë zëgjve, po... Përderi sa në pjesën i pati edhe dhomat, ose që ishtë deshme që jenë dhomat, këtu jenë apartamentet, që po isheni, për ma shumë persona me flak, edhe liftin e ka posë këtu, në zbrit poshtë, edhe qau. Kur jenë nalë punimet këtu? Këtu jenë nalë punimet janë të 88-ën që të konë 87-88-ën. Unë nalën pak këtu ato punimet, që jenë konë të punu, edhe jenë nalë punimet. Të një inventarin e kem pa marrë krejt, ta shtërgoj ma ne ku... Me thonë inventari ka qeni përësitet për po krejt është arë inventari... Qëka ka përfri inventari? Inventari... Edhe qëfar shume? Shuma konë bi $500,000, atër me dollar jenë marrë këtu, po jenë konë krejt me amblind, gjithë sanë që konë, filgjonat, pijatat, krejt që ka pasë konë me amblind. Qaj vy një hoteli inventar krejt, me qarshafa, me krejt qka është. Me tavolina, krejt, gjitha jenë konë, televizorat, dhej macinat kepse për robat qepse jenë konë 5 macina këpucët, me i fshi veç aparatin, kur vje musafir në hymje, me i pas me i fshi këpucët, me qaka i duhet një inventari, një hotelit, krejt të konë komplet. $500,000 inventar, ma shumë se 500,000. Mbi 500,000 konë. Që ka ndodhë me të? Atër kërë ke marrë këtu, një muj ditë kem bo 5 vetë me bo registrimin e qati inventarit. Edhe ku shkëja e? E atër, masanej, kërë kom shku në Prishtinë Grandi, kom pa pjatat, se në atherën edhe atje me shku diçka pak. I pas kanë qenë në Grand, kej? Krejt në Grand, po kanë marrë edhe shumë, ata që e në konë për banesa, kanë marrë që e në konë të pritje se ato karikat e të hotelet që e në konë, krejt lëkur e në konë, asë një sandë bezka, krejt lëkur originale. Të një konë, pejz ditë që dhe të shtetës, muna mi ditë, o konë kjo keramika. Keramika? Po, ajo guri, mërmeri. Mërmeri. Krejt të konë për jashti,
krejtat mërmire kanë marrë. I kanë nërku këtu, krejtë të konë se kjo konë krejtë mërmire me hi. Edhe mërmirin krejtën, për mërmirë nuk jom ku i nërkum, nuk e di qëfar shumë e ka pas. Vishë të thët inventari mërëmshëm, qka është, me dhoma, me kreveta, me krejtë ato i kanë marrë, edhe sot da decisionën. Objekti planifikuar i hotelit ishte i kategorisë Super B. 300 shtretër, pishin, sallë moderne. Objekti në pjesën e lartme kishte llamarin të bakrit, por janë demoluar dhe vjedhur në tërësi. Po e sheni këtu, a? Kjo është një pishin gjysmë olimpike, e cila asnjëherë nuk ka hyrë në funksion. Ka qenë komplet e shtruar me keramik. Shikoni çfarë gjendje është, edhe pamja spektakulare. Do thotë kishte qenë ky vend i rregullum, nuk e di, nuk kam fjalë çfarë bukurie kishte qenë, a? Mas lufte do të thotë veç me ju që ta shjerta se si më konë këtë vend. Edhe pisho që shumë dëm kjo, që kur më konë prone jemja personale. Se është, për se cili që e njën vetën shqiptarë, i do këtë kjo si është prone veta personale. Kjo jo jemja, po është e gjithë Kosovës të. Gjithë të Lëdeqanit për shemë, po gjithë Kosova këtu konë. Edhe për parë në skalon një i vikend për parë, s'ki pas vend ku me nejtë. Shumë njerëz kanë pritë sa që dikush për marrë dhe i më ullë me pas një ullë që aty apo një. Këto hapësira që pishin e komplet kështu me beton, kam pas me qenë bushina me lula, edhe jeshillak me pas në këtë hotel.